Drejtoria vendore e Policisë Shkodër ka referuar disa raste në prokurori ku ka nisur procedime penale për vepra të ndryshme. Specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve nisën procedimin në gjendje të lirë për 2 shtetas nga Drenasi, shtetasin DH 28 vjeç dhe AH 20 vjeç. Gjatë kontrollit në banesën që përdornin, policia gjeti një sasi të dyshuar kanabisi dhe 2 thika, të cilat u sekuestruan si prova materiale. 2 të rinj gjithashtu kundërshtuan dhe u konfliktuan fizikisht me punonjësit e policisë. Po ashtu, procedim në gjendje të lirë nisi për shtetasin me inicialet AD 32 vjeç banues në Durrës, pasi në pikën e kalimit kufitar në Muriqan, shërbimet e policisë kufitare i gjetën një sasi të dyshuar kanabis sativa. Nga ana tjetër, specialistët e qarkullimit rrugor nisën procedimin penal për një shtetas 17 vjeçar, i cili u kap duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Ndërkohë, për veprat penale, dhuna në familje dhe veprime në kundërshtim me urdhërin e gjykatës, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin me inicialet DT 37 vjeç banues në Shkodër. Gjithashtu proceduan në gjendje të lirë edhe shtetasit me inicialet AJ dhe BM, pasi dyshohet se kanë prishur qetësinë publike në pallatin ku jetonin me qera. Në Velipoj, 3 shtetas nga fshati Req, shtetasit me inicialet PSH 72 vjeç, RSH 62 vjeç dhe FSH 47 vjeç u proceduan penalisht pasi dyshohet se kanë kanosur me fjalë një 61 vjeçare për një konflikt mbi një rrugë kalimi dhe kanal kullues. Materialet i janë referuar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.